Për të gjithë ju që doni para, doni bollek, sot do t'ju jap një ushtrim shumë të bukur, të fuqishëm, një ritual që mund ta bëni në shtëpinë tuaj. Por, dua t'ju them këtu kujdes, sepse asnjë ritual nuk mundet të punoj në qoftë se ju keni bindje të vjetra dhe doni të rrini në atë mjerimi, në varfërinë të prindërve tuaj. Do thua ne tani, çfarë janë këto që na thua? Ata që kanë punuar me mua e din shumë mirë sa të thella janë këto punët e bollekut. Por në qoftë se beson vërtet tek vetja jote dhe i thua mendjes ndryshe nga ajo që i ke thënë deri tani dhe të vërtet ti mund të sjellësh çdo bolleku që të duash, bëj këtë ritual, provoje, por besoje. Në qoftë se beson, mos e bëj çfarë. Siç e shikoni, kjo është ai rituali që kam përgatitur unë në shtëpinë time, edhe është i përfunduar dhe shko sa bukure. Çfarë do duhet? Unë kam një enë qelçi dhe kam shtënë krip të trash. Kjo e bardha është kripa e trash. Këto fletë, 8 fletë dafine. Shënojnë, mos më filloni pasaj sa fletë, 8 fletë dafine. Do merrni gjithashtu dhe 8 shkopinj që janë kanelë. Në rregull, dafin, kanelë. Unë kam vënë një gur që e kam marrë nga Tunisia, do më thënë nga Arabët atje, nuk e di si quhet, do më thënë kjo është një gur me fat. Në qoftë se keni ndonjë farguri, okay, unë e kam vënë për më tepër këtë. Dhe më pas, këto janë disa kështu guacka deti, po e kam marrë në atë oqeanin Atlantik, kur kam qënë, dhe mund të vini dhe lek të prishura, mund të vini 1 ose 8. Pse 8 tani? 8 gjethe dafine të freskëta është mirë, t'i kini, këto janë të freskëta, dje e bëra, sepse kishme të trajnimin e bollekut, dhe përgatite për vajzat, dhe po ja u jap juve dhuratë, provojeni. Dhe 8 shkopinj kanel, 8 monedha të vogla, çfarë do që të kini. Në rregull, unë kam vënë dhe ato guacka dhe ato për më tepër. Nuk është e nevojshme t'i vini, po të doni t'i vini. Dhe atëherë do ndërroni atë 8-ën, infinitin, dhe me dorën e majtë ose të djathtë do ta bëni 8 herë mbi këtë enën. Tani për enën, unë kam zgjedhur këtë prej qelçi. Nëse s'kini, mund ta bëni në një vazo, mund ta bëni në një pjatë, mund ta bëni ku të dëshironi juve, në pjatë porcelani, plastike, çfarë të doni. Do ta lini në hyrje të shtëpisë ose te dera përballë, do të thënë për bollek. Në të njëjtën kohë do ta mbani këtë për 40 ditë. Kur të kalojnë 40 ditë, atë kripën do ta derthni në lavaman dhe të iki me ujë të rrjedhshëm, do të thënë sepse merr dhe energjitë që janë bllokuar. Kanella do t'i hidhni për jashtë në obor ose në një tokë, do një pemë, dhe gjethet e dafinës, sepse për 40 ditë ato do jenë tharë, do t'i diqni jashtë shtëpisë, duke thënë, të gjitha bllokimet që bëheshin deri tani tek paratë e mia, tek bolleku im, largohen dhe paratë bolleku vjen tek mua. Thuajni këtë 3 herë. Kaq, një gjë e vogël, por është shumë e vlefshme, shumë e rëndësishme, dhe të shikoni shenjat e parat ku do jepin. Shenjat tani, t'ju them dhe shenjat. Mund të kini një telefonat për punë, nëse s'keni punë. Mund të gjini akoma dhe një lek të shkoqur në rrugë. Kjo do të thotë që fillon të vjen bolleku. Mund të vinë lekë dhe borxh që ja ka marrë dikush. Lerin të rrjedh, mos e mbani mendjen, bëheni, lerini në shtëpi
të punoj ose në zyrën tuaj, në biznesin tuaj, përballë derës tash në hyrje, dhe që atje tutje lereni të punojë vetëm. Mos e mbani mendjen, shpërndajni në univers, shpërndaj këtë video dhe në njërë të tjerë ta bëjnë, pse jo, jepni bollek dhe në të tjerë, se çfarëdo që jepni ju kthehet. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe më shkruani rezultatet. Gjithashtu, dua dhe komentet tuaja, zemra të dashura. Bëni dhe ju diçka për ndryshimin e energjie, jo vetëm të marrin, nuk mund të vi bolleku vetëm marr. Duhet të jap edhe diçka. Akoma dhe një zemër, akoma dhe më pëlqevi, s'më pëlqevi, një diçka e tillë. Dhe bëj dhe regjistrimin këtu në TikTok, në YouTube, Flutra me Fat 333, më ndiq për video të tjera, sepse për dita harxoj kohën që të jap diçka të vlefshme, ose mund të jetë e pavlefshme për ty, por unë e bëj që të ndërroj me energji. Ju dua shumë, bëni çfarë të doni, se t'ju vi për mirë ju, si ta ndej shpirti juaj, po ju uroj bollek e lumturi dhe çfarëdo tjetër. Mua më pëlqen shumë, vetëm që e shikoj, është shumë e bukur. 8 thamë, 8, se 8 është infiniti, është bolleku.